Që të me thonë kur sëmurësh gjatë Ramazanit, agjerimit? Nuk do të thotë se je njëri i keq, sprovë, dhe nuk ka diçka pse duhet të mërzitesh, pra jo pse u smura unë, jo po jo, nuk po agjeroj dot, jo. Allahu i lartësuar e di njetin tënd. Zoti i gjithësisë shpërblen njeriu për njetin e tij të mirë. Dhe e di që ti ke dëshirë me agjeru. Allahu subhanahu wa ta'ala, nëse njeriu sëmuret gjatë ditëve të agjerimit, ka bo lehtësim për to. E prish atë ditë agjerimi dhe e kompenson mbas Ramazanit. Allahu ju rujt. Pastaj, për sa i përket, pra është sëmur, kalon një grip besimtari, nëse bën durim, nuk e humb shpresën tek Allahu i lartësuar, shpërblehet inshallah. Çdo gjë që i ndodh besimtarit shpërblehet. Nëse i ndodh një mirë, falenderon, shpërblehet. Nëse i ndodh një e keqe, bën durim, shpërblehet. Kështu kuptohet për një hadithit profetit alayhis salam.